Se për shembull kemi pas mundësi ndoshta edhe me shku diku me atorkit një derën e një hoxhës apo dikujt tjetër, po unë nuk e di, prej natyrës nuk kam pas mundësisë, nuk ma kalon dëqysh mrena mi shku mi thonë dikujt kam nevojë për një bursë apo një diçka se s'e di, ashtu vetë. Edhe kjo do me thonë ka ndiku tani edhe tjetra që unë me mbet, me mendu hala edhe gati 50-50. A me lanë krejt, me u kthy në shtëpi, a me vazhdu. Sa që këta që ta për thonë për herë të parë, sa që kemi pas një pare ashtu të mjaftueshme për disa muaj. Se pak me emocione, inshallah, ma bëni halal. Këtu ka qenë problemi, subhanallah, se kur u qeshëm sabah, i thësha vetës, shty edhe pak, sa po mundesh me shty, mos me hangër buk. Hajt edhe pak, edhe nga njëherë shkon të koha deri në kohë t'i kindis. Edhe që atëherë unë e hangsha, me i thonë nëse munda, me i thonë kaftjallin. Edhe që ajo, deri të nesërmën, duke e shty po të njëjtën mënyrë, hajt se edhe pak se në ashtu s'jam bënë që tash nuk jam shumë undshëm, edhe kështu ka vazhdu do më thonë me muj. Deri sa deshi Allahu edhe kemi fol me vllaun, ai po më thot si ki kushtet sene, po mu vike zërë mi thonë që qështu janë kushtet, njëhen po ha bokses, po kam. Mi u thonë tjerve shokë, se kemi pas edhe shokë, po jam kanë pak i marrushëm dhe s'kam mujtë me shtu mi u thonë njerëzve. Edhe sa herë që shokët kanë dalë, për shembull hajde dalim hajmë buka diçka, ose jam largu, ose jam dalë. Gjetë një arsye me ikë. Kom gjetë një arsye, do të thonë mu largu për aty se ata më thirrshin edhe mu, po tash thirr një herë, 2 herë tash marrë. Edhe kjo do të thonë derisa subhanallahu ndodhi dhe vllau tha, e kam tha një shok, tha vllau i këtij shokut tha jeton atje ku isha une. Tha shko tha te aj, tha dhe merre këtë shumë. Se unë ja dha tha këti këtu, aj ty ta jep atje. Aja për mu ishte, si këmi morë, ku me ditë sa rroga, ku me ditë sa, subhanallah ishte një qlirim shumë i madh, që prapë shfrytëzoj rastin me falendëru Allah e shpërbleft. Se kjo me një farmyre tash është bë dhe si shkak që ma une tash mendimin, ma mos me posën mendim, a me vazhdo ajo, me vazhdu dhe mos më kthy ma hiç. Çfarë vende keni studiu? Fillimin kemi qenë, do me thonë, gjuhën e kemi mësu në Siri, po për shkak të kushteve, si që përmenda ekonomike që nuk i kishëm, se kemi qenë me shpenzimet shtëpisë, jo me shpenzimet atjet. Pastaj kemi kalu në Liban, që ishte një mundësi pak ma e mirë për ne, për mu personalisht, sa atje kemi pas konviktin. E në konvikt, si student i huj, s'kemi pagu. Edhe deshi Allahu u regjistrova atje, pastaj studimet i kam vazhdu në Liban, edhe ka dashur Allahu, edhe magjistraturën atje kemi mbaru, kurse doktoraturën në Turqi. Ti ardh ka Kosovë dhe ti ky shkollë. Në Kosovë hynë në punë, u punësove. Po kur edhe pastaj deshi Allahu dhe mu hap këtë derë për me qenë këtu imam.